Fronti Evropian ka adresuar kritika ndaj koalicionit Vlen sa i takon përfaqësimit të shqiptarëve në institucione, si dhe përdorimin e gjuhës shqipe. Deputeti Blerim Bexheti theksoi se propozim ligji për përfaqësimin e shqiptarëve në institucione që pritet të miratohet nga qeveria nuk është dinjitoz dhe se përpjekja e tyre për përfaqësim të drejtë nuk do të ndalet. Punësimet favorizojnë etninë maqedonase, duke u justifikuar me një meritokraci false që nënvlerëson shqiptarët dhe etnitetet tjera. Avancimet jepen vetëm për militantët e VMRO-s dhe aleatët e tyre Maqedonas. Ligji për përfaqësimin e drejtë është i bllokuar ose më saktë përmes një procesi 10 mujor të mbuluar me fshehtësi të lartë, nesër pritet të miratohet një propozim ligj që nuk është ligj për përfaqësim, por ligj për poshtërimin dhe degradon totalisht shtillën kryesore të marrëveshjes Ohrit, përfaqësimin e drejtë dhe adekuat. Nga koalicioni Vlen thonë se situata me qeverisjen aktuale veç më ka ndryshuar për dallim nga një vit më parë, ku sipas tyre shoqëria përballej me epidemi korrupsioni. Deputeti Bekim Çoku theksoi se avancimet dhe përfaqësimi i shqiptarëve tani është i dukshëm. Me Vlenin në qeveri nuk ka më që me 20 vjet përvojë pune dhe ende bashkëpunëtor të ri. Neve dim se janë diku 800 avancime që po bëjnë në mbar administratën, vetëm në kuvent janë 7-8 avancime që janë bërë kohën e fundit, që kanë qenë me 15 vjet me si bashkëpunëtor të ri. Por kemi shqiptarë të cilët gëzojnë dinjitet në vitin e parë të qeverisjes tonë. Pra ka një dallim të jashtëzakonshëm mes dy qeverive të ndryshme. Vlen gëzon legitimitetin e plot popullit shqiptar, diçka që e dëshmon fort e mirë në zgjedhjet e fundit parlamentare, ndërsa do ta dëshmojmë fitoren absolute në zgjedhjet e ardhshme lokale. Ligji për përfaqësim të drejtë dhe adekuat të martën pritet të kalojë në qeveri dhe më pasi nënshtrohet procedurës parlamentare. Ligji do të zëvendësojë balancuesin, për të cilën gjykata kushtetuese e shfuqizoi me pretendimin se është keq përdorur gjatë punësimeve në administratën shtetërore.